Në dritat e buta të shtëpisë së Big Brother Kosova, nata mori një frym tjetër. Muzika u derdh ngadalë në hapësirë, si një sekret që kërkon të dëgjohet vetëm nga zemrat që janë gati ta ndjejnë. Lëndrimi u ul qet në karrige, me një buzëqeshje të lehtë që i rinte pezull mes mendimit dhe ëndrrës, ndërsa Fjolla u afrua me hapa të butë, thuajse të padukshëm, sikur po i afrohej një momenti që e kishte pritur gjallë. Kërcimi i saj nuk ishte thjesht lëvizje, ishte tregim. Çdo hap, çdo rrotullim rreth lëndrimit mbante një ndjenjë, një ftesë të heshtur për të humbur në çast. Ajo i sillej rreth e rrotull me një elegancë që ndezte ajrin, ndërsa sytë e saj flisnin më shumë se fjalët. Ishte sensualitet i pastër, por i mbështjell me finesë, si një poezi që lexohet me zemër, jo me zë. Lëndrimi e ndiqte me vështrim të ngrohtë, i palvizshëm në karrigen e tij, por i trazuar brenda. Në atë çast, koha dukej se ishte ndalur vetëm për ta. Shtëpia, kamerat, zhurma e botës jashtë, të gjitha u shuan për një moment, duke lënë vend për një lidhje që rritej në heshtje. Frymëmarrjet u bën më të thella, muzika më intime, dhe çdo rrotullim i Fjollës dukej sikur e afronte edhe më shumë një ndjesi të pashpjegueshme. Ishte një vallëzim që nuk kërkonte duart, por kërkonte besim. Një afrim që nuk kishte nevojë për prekje, sepse energjia mes tyre mjaftonte. Fjolla buzëqeshte lehtë, ndërsa flokët i lëviznin me ritmin e muzikës dhe lëndrimi, i përfshirë plotësisht në atë magji, e kuptonte se disa momente lindin vetëm një herë, dhe kur lindin, ndezin gjithçka përreth, kështu. Mes dritës së zbedhë dhe ritmit që rritej njësoj me zemrat e tyre, ata e ndezën shtëpinë jo me zhurmë, por me ndjenjë. Një çast romantik, i sinqertë dhe i paharrueshëm, që mbeti i gdhendur në ajër si një premtim i ëmbël i asaj që mund të vijë më pas.